po digitalizojmë krejt sistemin e faturimin ndërmjet bizneseve që TVSH-ja të rimbursohet më shpejt me më pak kontrole e më pak burokraci. Po ashtu, bizneset nuk do të paguajnë më TVSH në kufi, pagesa do të bëhet më vonë, duke u liruar qarkullimin e paros dhe duke ndihmuar të investojmë e të rriten. Për qytetarët, edhe një lajm të mirë të shumë pritur. Për veturat e importuara nga Bashkimi Evropian, do të hiqen taksa doganore prej 10% duke ulur kostot e vlerjes. Dhe për të mbrojtur konsumatorin e ndershëm, ligji për çmimet tavan do të luftojë abuzimet, manipulimet dhe fitimet e padrejta në kurriz të qytetarëve. Më pak monopole, më pak burokraci, më shumë drejtësi ekonomike. Ky është vizioni ymë për financat publike. Ne ja qitëm pikën, qitja pikën edhe ti.